Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sot është një ditë e veçantë, në të cilën ditë realizohet turniri i ping-pongut 2025, sporti apo aktiviteti i dytë me radhë, ku në ky sport ka fuqinë që të na bashkon, mirë po mbi të gjitha qëllimin kryesor e ka që të krijojmë disa momente të veçanta dhe disa momente të këndshme mes vete. Mirë po mbi të gjitha ajo që është synim kryesor është që të krijojmë ura miqësisë mes vete, me të gjithë pjesëmarrësit. Andaj nuk është për qëllim nga ky sport fitoria, humbje apo rezultati. Qëllimi kryesor është pjesëmarrja, me që rast do krijojmë momente të parafërta mes vete. Ky aktivitet organizohet në kuadër të iniciativës Vepro. Kjo iniciativë që gjithmonë synimin kryesor e ka, që e përmendëm në fillim, të krijon ura miqësisë me studentët, me djemtë e ri dhe mbi të gjitha me njerëz që janë në profesione të ndryshme. Andaj, të gjitha ato që janë pjesëmarrës ju dëshiroj suksese deri në fund dhe e lutim Allahun që të na bën të dobishëm kudo që jemi dhe çka do të bëjmë. Janë tralla iniciativat të tilla nga shoqatat në vendin tonë. Dash për të përshëndetur kjo që bën shoqata Vepro, iniciativa Vepro gjithësisht për vitin e dytë me radhë që organizon këtë turne ping-pongu, që është një iniciativë për të përshëndetur dhe që i ka munguar rinisë në vendin tonë. Të bën në vete jo vetëm të rinj, por edhe shoqërimin në mes vete të gjeneratave të ndryshme. Shpresoj se kjo iniciativë do të vazhdojë edhe viteve të ardhshme dhe se mund të rritet edhe më tepër. Shpresojmë që kjo iniciativë të rritet dhe të jetë motivim edhe për iniciativa të tjera në qytetin tonë, po pse edhe më gjerë në vendin tonë. Një iniciativë fantastike, fenomenale, pasi që edhe më herët kam qenë një pjesë e iniciativës Vepro, ku kam marrë pjesë në turneun në basketbol më herët, dhe shoh domethënë ose i uroj ose organizatorit i përgëzoj domethënë për këtë aktivitet shumë i mirë, ndoshta edhe më i mirë domethënë për rinin tonë, cilën po mundohemi ta largojmë prej rrugës, ta fusim në sallë, në palestër që mirën e sport. Njëkohësisht kisha dashur t'i apeloj domethënë që të rrit edhe shoh se masoviteti domethënë çdo vit po rritet nga viti në vit. Mendoj se kjo iniciativë është një ide shumë e mirë për të mirën tonë përgjithësi dhe për të mirën e shoqërisë tonë. Kisha dashur domethënë ose kisha pas dëshirë të rritet ndoshta edhe me sporte tjera, mos jetë vetëm se në ping-pong. Mirë po, është mirë domethënë të fillohet prej dika, edhe për atë thash ndoshta e kam përmend edhe basketbollin, pasi që kam qenë edhe pjesë një herë në për turne, kur isha ndoshta më i ri, po në përgjithësi është iniciativë që fenomenale për t'i larguar domethënë të rinj prej rrugës dhe për t'i futur në palestër. Përshëndetje, jam shumë i gëzuar që jam pjesë i këtij turneu të ping-pong që e ka organizuar shoqata Iniciativa Vepro. Më vjen shumë mirë dhe i lumtur që bëjmë pjesë kësaj organizime sportive. Unë si futbollist jam shumë i lumtur që jam këtu i ftuar për me pa turneun e ping-pong.
dashur pjesëmarrës, ju dëshiroj mirëseardhje në këtë aktivitet të veçantë sportiv, turniri 2025 i ping-pongut, që organizohet 2 herë në radhë në kuadër të iniciativës Vepro. Sporti ka fuqinë që të na bashkon, mbi të gjitha ka fuqinë dhe qëllimin kryesor që të kalojmë disa momente të bukura, disa momente të këndshme, t'i forcojmë lidhjet tona si besimtar, si dhe të ndërtojmë ura të reja të miqësisë. Sporti e ka qëllimin e vetë. Qëllimi i parë është pra bashkimi. Pra sporti nuk njeh asgjë tjetër përveç se bashkimin e rinisë, edhe unë si pensioner, pra edhe neve në moshën tonë kemi garë. Jam i befasuar me hoqës të nderuar, pra që e organizon këtë manifestim, këtë turnim. Të dashur dhe nderuar të pranishëm në këtë turneu i dytë i organizuar nga iniciativa Vepro në ping-pong. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen, ju falenderojmë që jeni përgjigj thirrjes dhe që e keni zbukuruar këtë turnej në këtë sport dhe besoj që me pjesëmarrjen tuaj ju i keni motivuar organizatorët që të vazhdojnë në vitet e ardhshme me organizimin e këtij turneut. Suksese fillimisht atyre që kanë humbë, që vitin e ardhshëm vazhdojnë me u përgatitur për të fituar, suksese atyre që kanë fituar edhe kanë arritur deri në gjysmën finale, pastaj suksese atyre që arrin në finale dhe kampionit që merr vendin e parë. Të dashur, ajo që dua të them është se qëllimi i këtij turneut është të dalim nga ato strofullat tona që i kemi ndërtuar duke na imponu një jetë të ngjeshur virtuale në jetën tonë përmes telefonave celular dhe rrjeteve sociale për të dalë në jetën e vërtet sociale. Kjo që e bëjmë na sot është pjesë e asaj që ka qenë e zakonshme në rinin tonë, në jetën e rinisë tonë, ku gjithë na një pjesë të caktuar të kohës ditore kemi kaluar në aktivitetet e ndryshme sportive. E që sot ato dal nga dal janë zhduk. Edhe fëmijët që nga vegjilia e tyre e deri në moshën e adoleshencës e tutje nuk gjejnë kohë me dalë jashtë të shtëpisë mu marrë me aktivitete sportive të ndryshme, por vazhdojnë të lidhur për telefonat e tyre celular në përqoshet e shtëpive tonë. Pasojat negative të këtij deformimi mental, social, fizik, gjithashtu edhe fetar dhe kulturor do i shohim të ardhmen. Andaj të gjithë ne duhet të investojmë që truajmë veten tonë, truajmë fëmijët tonë, truajmë nipat dhe mbesat tona, që të mos jenë viktimat e radhës të këtij ndryshimi të madh që ndodh në jetën tonë sociale. Normalisht se Islami si fe neve na mëson që na të shoqërohemi me njëri tjetrin, edhe për këtë arsye e ka bën namazin me xhamat. Që del besimtari nga shtëpia e tij e shkon ta fal namazin në xhami edhe aty të socializohet me njerëzit xhamatin e xhamisë. Po gjithashtu Islami neve na mëson se kur besimtarët janë bashkë, atëherë shejtani me kurthet e tij është më i dobët. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 2 besimtarë janë më të fortë kërshi shejtanit, e 3 janë më të fortë se 2, e 4 janë më të fortë se 3 e kështu me radhë. Do të sa më shumë besimtarë që rinë bashkë, shoqërohen bashkë, e mbrojnë njëri tjetrin dhe e ndihmojnë atë në adhurimin e Allahut Dhul Xhelal dhe në zhvillimin e vetvetes, në përgatitjen profesionale për ta shërbyer veten, familjen e vet dhe për ta shërbyer shoqërinë. Dhe e treta, aktivitetet fizike na japin neve forcë fizike.
e vërejmë na prej profesorëve të edukatës fizike në shkollat fillore dhe të mesme kemi ndëgju që fëmijët që vinë në shkollat fillore edhe të mesme i kanë smundje të muskujve, i kanë krejtësisht pa zhvilluar. E paramendon nesër ai çfarë përgjegjësie, çfarë bare mundet me marrë me aktivitet fizik. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët, edhe pse në të dytë ka mirësi. E dietarët muslimanë kur e kanë shëruar pjesën besimtari i fuqishëm, i kanë dhënë komentimin të gjitha segmentet, prej asaj besimore, imanore, akademike, profesionale, deri tek ajo fizike konkrete. Edhe s'ka dyshim që një besimtar i fuqishëm qëndron në namaz më gjatë se një besimtar i sëmur, apo i dobët fizikisht. Pra edhe kjo është njëra prej qëllimet e këtij organizimit, e ajo që është me rëndësi se besimtarët kur takohen mes vete, shtohet dashuria mes tyre. Andaj përpara populli kanë thonë larg syrit, larg zemrës. E sa më shpesh që shifemi, sa më shpesh që rrim bashkë, sa më shpesh që marrim pjesë në aktivitetet përbashkëta, shtohet dashnia mes nesh. Edhe shtohet respekti, edhe kujdesi për njëri tjetrin, janë veprime të cilat e rrisin besimin e besimtarit, edhe normalisht e ngrisin pozitën e tij e secilit prej tyre tek Allahu i Madhëshëm. Për fund lutem Allahun e Madhëshëm që Allahu të shpërblen organizatorët që janë mundu edhe kanë dhënë maksimumin që ky organizim tjetë në këtë nivel të lartë, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i jap shëndet, Allahu t'i jap sukses, Allahu t'i shpërblen të gjithë nga Fozamiri që është i pari i iniciativës deri te më i vogël që është këtë organizim, ndoshta sultani më konë më i riu që është përzi ka pak këtë organizim.
Mécanicien de zero. Bravo. Nie.
ky sport, thamë që në të gjithë jemi fitues përderisa kemi zgjedhë të jemi pjesë e një ekipi për të ndarë momentet bashkërisht, momente pozitive të shëndetshme dhe momente bashkëpunëse për të gjithë. Për fund, kisha dashur që me mundësi ta bëjmë një foto bashkërisht në pjesën ande që ta kemi përgatitur. Edhe një faleminderit shumë, Zoti ju ruaj, ne shihemi në aktivitetet e radhës. Selam.